jemi në parkun e bletëve tim, si që shikoni, afërsisht kam 200 bletë, pasi unë përveç restorantit dhe bujtinës që kam, merem edhe me bletari, edhe këtu kam 200 krerë bletë, që mjaltën e këtyre unë e përdor në restorant, për mëngjes, për ëmbëlsira, servir turistëve, dhe për gjithë shka, bëj dhurata, i sjell turistët, sidomos tuaj që shikojnë parkun e bletëve, kush është interesuar për të njohur me bletarinë, me mbarshtrimin e bletëve, i sjell këtu. Edhe të gjitha këto i vjen në shërbim të restorantit, qoftë guidën, qoftë mjaltin që prodhoj, apo dyllin, apo polenin, apo propolin. Shumë turistë, ose shqiptarë, sidomos shqiptarë, që duan që marrin shijojnë mjaltin e Voskopojës, që është një mjalt shumë lulësh, mbasi e shijojnë aty në restorant, vinë, ja u tregoj unë këtu në bletët, vinë me mua, e nxjerrin mjaltin vetë, dhe sidomos marrin mjalt me oje, e shijojnë këtu mjaltin, edhe pastaj blenë mjalt me oje, se është mjalt i Voskopojës, është një cilësie shumë të lartë, dhe me këto 200 krerë bletë unë plotësoj nevojat e restorantit, nevojat time dhe e shes në klientët, në turistët që më vinë mua në restorant, basi është një mjalt i cilësisë shumë të mirë, mjalt shumë lulësh. Edhe i kam në shërbim të restorantit të gjithë këto bletë. Profesionin e bletarisë, unë e kam një traditë familjare. Që kur kam qenë një fëmijë 5 vjeç, babai im mbante bletë, dhe unë si fëmijë i vogël që isha, mbanja thjesht, më vinte një maskë dhe mbanja të tymsen, që i themi ne bletarët, që bëjmë me tym bletë dhe vetëm atë punë bëjmë. Mbasi isha një fëmijë i vogël dhe më hyri në qef. Edhe vazhdova traditën e familjes, e kemi një traditë shumë vjeçare të familjes dhe unë mbarshtroj dhe jeta ime bletët janë pasionim. Një njeri nëse nuk i dashuron bletët nuk mund të jetë bletar. Unë i dashuroj bletët dhe ky është një profesion që më pëlqen shumë dhe nuk do ta lë sa të kem mundësi që të punoj, do merrem me bletari. Këto që shikoni këtu, neve ju themi shkarpa, me të cilat ndezim zjarin dhe për saç për lakror. Këto i përdorim thjesht vetëm për lakror në saç. Në fillim i vëm dy nga këto dengje, në fillim kur është i ftohtë saçi, pastaj kur është i ngrohtë mjafton vetëm një, dhe gjitha këto për lakrorin saç. Mbasi lakrorin saç është një nga gatimet tradicionale të Voskopojës. Edhe degët e thata të pemë, vendojnë pemë që e pret, i bëjmë shkarpa për lakror që i përdorim gjatë gjithë periudhës së vitit për të bërë lakroret. Kjo këtu është qezma e Floririt që i themi neve, qezma e Voskopojës së vjetër, është edhe një gojdhen për këtë qezmë, pse e ka emrin qezmë e Floririt. Dashuronte një djalë me një vajzë në Voskopojën e vjetër dhe takoheshin gjithmonë në kjo qezmë. Dhe gjithmonë takoheshin në një ditë caktuar të javës, mbasi djali ishte kaçak në male, dhe çdo javë në filan ditë takoheshin me vajzën këtu dhe i tha, nëse 3 javë rresht nuk vi unë atë ditë që takohemi këtu, djesa se jam vrarë. Edhe ajo vajza erdhi ditën e javën e parë, mbasi gjithmonë që takoheshin, e priti nuk erdhi. Erdhi javën e dytë, po atë ditë që kishin në takim s'erdhi, erdhi dhe javën e tretë s'erdhi djali, ju mbush mendja që ky ishte vrarë dhe nuk u largua me që këtu, filloi të qante, s'vinte me as shtëpi, as sante, as pinte as gjë. Ju tretë ju ollua Dora, ju ollua Ngishtrin, t'i rau Naza pe Floriri, ra Bizuliku pe Floriri, Varsja pe Floriri, se vdiq ajo, edhe ran këtu në qezmë dhe i ngeli emri qezma e Floririt. Dhe faktikisht, nëse shikon në rerën, do të shikoni dhe juve, rera këtu ndrit si flori. Nga stolit që i ran asaj vajzës që vdiq këtu, me qenë se djali ju vra kaçak në mal.